Agjencia Kombëtare e Turizmit reklamon Shqipërinë turistike në Rusinë e Largët. Në një ekspozitë fotografike të Roland Tashos në Shën Peterburg, synohet promovimi i turizmit shqiptar, nga ku kërkohet që vendi ynë të jetë destinacioni preferuar i rusëve. Drejtoresha e AKT-s Brikena Arapaj u shpreh që këto bukuri mund të preken dhe shijohen nga vizitorët rusë. Unë falenderoj konsulin Enderit, zotin Aleksandr, sot në ndihmesën e mjeshtrit të fotografisë, zotit Roland Tasho, pa të cilin në fakt nuk do ishte mundur ky ekspozim këtu. Në këto foto shfaqen vendet më të bukura turistike të Shqipërisë, nga veriu në jug. Kjo ekspozitë do të qëndrojë e hapur nga data 20 tetor deri në 1 nëntor për vizitorët e Shën Peterburgut, më pas do të jetë Moska, qyteti i radhës, ku do të zhvendoset. Synimi është i qartë, promovim sa më i madh në Rusi e përrjedhor rritjen e numrit të turistëve që vijnë nga ky vend.